Apneja e gjumit është një çrregullimi i shpeshtë i cili shkakton bllokim të rrugëve të sipërme të frymarrjes gjatë gjumit dhe shpesh kalon pa u vënë re nga pacientët. Në një intervistë për Vision Plus, specialisti i apnesë së gjumit, Edlir Duma, shpjegon faktorët të cilët ndikojnë në shfaqjen e këtij çrregullimi, si dhe shenjat më të zakonshme që shoqërojnë atë. Kryesisht ndodh kur noflla dhe gjuha bien pas dhe kjo rrugë frymare fillon të ngushtohet. Në këtë moment kemi gërhitjen, sepse ajri që kalon nga kjo rrugë frymare kalon në një hapësirë më të vogël dhe krijon vibrim të këtyre ideve, prodhon zhurmën e gërhitjes deri në momentin që ajo mbyllet totalisht. Një nga shenjat kryesore ose një nga ato alarmet kryesore është gërhitja në forma të larta, në rastin që patjetër bezdis partnerin. Se mund zjohet i përgjumur, mund zjohet i lodhur, mund të ketë dhimbje kokën në mëngjes, pra i kupton më shumë nëpërmjet simptomeve se vetë gjatë natës. Por apneja nuk është vetëm një problem që shfaqet gjatë natës. Nëse nuk diagnostikohet dhe trajtohet në kohë, ajo mund të sjellë pasoja serioze për shëndetin. Ajo do t'japi probleme me çdo lloj organe, por kryesisht zemrën dhe trurin, për shkak të mos oksigjenimit. Në momentin që kemi një episod apne, mbajmë frymën, po themi pa vetdije për disa sekonda, oksigjenimi fillon e bie dhe zemra duhet të punojë më fort për të furnizuar trupin me oksigjen. Mjeku Duma ndalet gjithashtu te format e testimit dhe trajtimit të apnesë së gjumit. Testi bëhet në dy forma, një është në kushte spitalore që quhet polisonografi, ku pacienti flen i lidhur me elektrodat në krahëror, në hund, pra ka disa elektroda, bëhet EKG e zemrës, bëhet EKG e trurit, dhe forma tjetër e testit të gjumit është një test që mund ta merrni në shtëpi. Trajtimi përcaktohet nga diagnoza. Në rast se është e rënduar dhe ka rënje të shumta dhe të mëdha të oksigjenimit, fillohet me një maskë që quhet maska CPAP, e cila është pak a shumë është teknologjia e intubimit. Në momentin që kemi një pacient që ka ose vetëm gërhitje, ose vetëm apne të lehtë dhe të moderuar, mund të fillohet me trajtimin nëpërmjet avancimit mandibular, cili që bëhet nga mjeku stomatolog i specializuar për mjekësinë dentare të gjumit. Në të gjithë botën rreth 1 miliard njerëz vuajnë nga apneja e gjumit, por 80% e tyre nuk janë diagnostikuar.